Salla e koncerteve në shkollën artistike Perenkjakova qeli dyert për koncertin e Grand Duos për flautë dhe kitar. Eni Haxholli dhe Erlind Hoxha sollën për të pranishmit melodinë e ëmbël të Mauro Giuliani dhe Mario Castelnuovo Tedesco përmes pjesëve instrumentale. Muzika u ndërthur me artin e fjalës dhe poezinë, duke dhënë më shumë ngjyra këtij organizimi. Ky është koncerti jonë i parë për këtë duet, është një formacion për flautë dhe kitare. Janë dy vepra të periudhave të ndryshme, një periudhë klasike dhe një e periudhës moderne. Është një ndërthurje midis tingujve të flautës dhe kitares që e bën akoma dhe më të larmishme dhe dinamike këtë formacion muzikor. Ky koncert ose event ta quajmë më mirë kulturor artistik është një mesazh për gjithë të rinjt që duan të jenë pjesë e artit, që arti tyre t'i ndjek gjithë jetën dhe normalisht do të përcjell emocione sa më të bukura për. Në shkollën artistike Perenkjakova, organizime të tilla zhvillohen her pas here, duke dëshmuar për rëndësinë dhe rolin e artit për institucionin e traditës në Shkodër.